sonte është e hane, nuk e di nëse ju ka marrë malli për këto 100 eurot shtesat e kryeministrit në detyrë, babadimri tonë të përhershëm, Albin Kurti. Tash, nuk e këto dhe vetëmet që i kena marrë. Kena mi marrë edhe ka viti rinë, do shta. Kena? Se Nëse unë s'pas na marrë. 100 euro. Pas na marrë. Mi studenta s'kam, Riona apet, unë të me marrë ka funi. Një mis. Një mis. Unë menoj që nuk është miske, unë menoj që është një, që shpithojnë kësi që fluturojnë. Nuk o dranë. Një dran, agent, i lëvizës vetë vendosi që ka ardhur në studion e Kiksit, për shkak se neve na shikojnë me lup, dhe ja tash sa po unë fulla dhe thash është agent, ajo u qetësua mizatë. Do të flasim sot për mizat e Albin Kurtit dhe 100 eurot për studenta, por para se mi ndo këto pare andej kënej ka 100 euro, shkon do të ma mi me bëj investime, ose mi au rregullu jetën njerëzve të cilët jetojnë në kushte mizerable, që tojnë këta nga Shqipëria, në kushte të mjerueshme, nuk kanë banim, e ka premtu banimin social, ka premtu banesa dhe gjithë shka tjetër në zgjedhjet e kaluara, por duket që do të vazhdojmë t'i marim ka 100 euro sa herë që ka zgjedhje. Pikresht, pra në prak të zgjedhjeve, andaj edhe përmenda nësë ju ka marrë malli, sepse të zgjedhjet përfunduan, do të shohim se cila do të jenë proceset e tjera në vazhdim, por që 100 euro nuk duken të jenë në horizont, të pak të një për pensionistët, me që për studentët u dhanë. Dhe ne nuk jemi kundër që dikush të merë 100 euro, 200 dhe 300, jeshte kemi halin se këto 100 euro hargjohen sa hapen mbyllësyt, sidomos me çmimet dhe standardin e jetësor, andaj jemi më shumë që të bëjmë politika më të mira për studentët, të bëjmë politika më të mira për pensionistët, për nënat lehona dhe për këtë tjetër në këtë vend, pra jemi për politika më të mira, për një jetë më të mirë, e jo për 100, 200, 300 euro, ose edhe 1000 euro, të cilat shpenzohen me njëherë. Qka tani kur të shpenzohen?